Për të mësuar më tepër lidhur me situatën në qarkun e Shkodrës, ku në zonat malore ka nisur edhe rreshtet e para të Borës, sikurse tham edhe në kronikën, sikurse e pam pra edhe në kronikën që sapo transmetuam, do të kemi tani një komunikim të drejtë për drejtë me gazetaren Emi Kalaja. Emi, si paraqitet aktualisht situata dhe a ka rrugë të bllokuara? Jo, aktualisht nuk ka rrugë të bllokuara, sa i takon problematikave me Dëborën, që ka nisur këtë mëngjes, kanë bërritur borpasueset pikërisht në zonën e çaptore të Thethit, po ashtu edhe në zonën e Këlmendit, dhe po bëhet e mundur që aksesimi në këtë aks, në këtë segment të jetë i hapur për të gjithë ato të cilët dëshirojnë të shijojnë, të themi, zonat malore pikërisht në fundjavë. Mirë, Emi, të falenderoj për të gjitha këto detaje. Do të shkojmë në Lezhë për të folur drejt për drejt me gazetarin Martin Marku për të parë edhe situatën atje nga përmbytjet. Martin, a vijojnë rreshtet dhe sa banesa dhe tokë bujqësore janë përmbytur aktualisht? Në fakt rreshtet kanë pushuar mbrëmjen e sotme, por në Barbulloj, në Mylte dhe Ril vazhdojnë të jenë qindra hektar tokë të mbuluara nga ujë, por ka dhe banesa të cilet ka një prezencë goxha e lartë të ujit dhe vështësi për këta të fundit pra për banorët të lëvizin dhe të kalojnë anën tjetër. Megjithatë, grupet e emergjencave civile kanë qenë gjithmonë në terren duke bërë të mundur evakuimin e atyre banorëve të cilët kanë patur nevojë për të larguar nga banesat e tyre, ndërsa ditën e djeshme ka patur edhe vetë që janë larguar banorët, ndërsa problematik mbetet për Baktit, ku disa kanë ngordhur dhe disa të tjerë kanë banorët pra i kanë larguar nga banesat e tyre. Si duke situata është në drejt normalizimit pas mbylljes së argjinaturës një natë më parë, e cila solli këtë përmbytje masive në të gjithë territorin e bashkisë së Lezhës.